Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në Info D. Sonte do të flasim me ish zëvendësministrin e integrimeve evropiane dikur, sepse kjo qeveri tash 5 vjet gati e ka shur këtë ministri, pra ose e ka inkorporuar në ministrinë e jashtme, se ku është Kosova, rruga e Kosovës drejt integrimeve evropiane, sa është afër integrimeve, ka 3 vjet që ka apliku për të marrë statusin kandidat, por aplikimi i Kosovës ka merr në sirtarët e Bashkimit Evropian dhe nuk po shqyrtohet fare, derisa vazhdojnë masat të jenë në fuqi dhe nuk po hiqen për shkak të vënies së vetës dhe mospajtimeve të disa shteteve anëtare që janë pra aty dhe nuk po pajtohen që të hiqen tash e disa vite u bën prej se janë vendosur ato. Për këto dhe temat e tjera, pra vetëm pas pak do të flasim me Gzim Kasapollin. Me fillimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor 2025, Agjencia për Informimin dhe Privatësi ka rrethiksuar kërkesën ndaj partive politike për respektimin e plotë të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë procesit zgjedhor. Në njoftimin e saj, AIP thekson se aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale gjatë fushatës zgjedhore duhet realizohen në pajtim të plotë me udhëzimet e agjencisë që rregullojnë komunikimin me votuesit, duke u bazuar në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Agjencia ka kërkuar nga subjektet politike që përpunimit të dhënave personale për qëllime të promovimit të kandidatëve, komunikimit me votuesit apo organizimit të aktiviteteve politike të bëhet mbi baza të qarta ligjore, duke respektuar parimin e drejtësisë, proporcionalitetit dhe transparencës. Ndryshe nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, lëvizja vetëvendosje do të veprojë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Sa i përket paraqitjeve mediatike, paraqitjen e së cilës po e vlerësojnë si një reflektim të partisë në raport me mediat. Antarja e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka treguar pse vendosën të kthehen më masovisht mediave. Ne nuk kemi pas prezencë të medjave para zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra gjatë periudhës së fushatës, sepse jemi përballë me sulme brutale, me shpifje të ndryshme. Për shembull, unë ndjen një nga shpifjet që dëgjova në emision, thonin që Albulena Haxhiu ka shku në fushat me vetur zyrtare. Kjo shpifje, po tash unë me fillu me i padit për shpifje, unë duhet mbes në gjykatë. Dhe mendoj që në rregull janë kritikat, të gjitha kritikat që ne mund na bëhen janë rregull dhe janë normale në një vend demokratik, por ama sulmet brutale, sulmet seksiste, mizogjene, shpifjet që bëhen kundrejt lëvizjes vetëvendosje, lufta hibride do të thoja që e kemi pas në vazhdimsi, ne na ka bërë që të kemi prezencë më të vogël gjatë asaj kohe në media. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka bërë përparime të dukshme në rritjen e transparencës, veçanërisht në publikimin e vendimeve, ndërsa kjo çështje vazhdon të mbetet një sfidë për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Këto vlerësime janë dhënë në projektin 3 vjeçar me temë ngritja e transparencës dhe integriteti në sektorin e drejtësisë në Kosovë, të prezantuar sot nga Lëvizja Fol në konferencën përmbyllëse të projektit. Situatja në drejtësi për qytetarët me fokus të veçantë tek të rinjt, përmes hartimit dhe shpërndarjes së një udhëzuesi praktik mbi të drejtat ligjore dhe procedurat gjyqësore. Projekti kontriboi në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies duke nxitur publikimin e vendimeve disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve në faqe të zyrtarëve të institucioneve përkatëse, me qëllim forcimin e besimit dhe mbikëqyrjes publike. Vlen theksohet se tek KPK-ja ende kemi ngecën këtë drejtim. Tek pjesa kur flitet për transparencën, kemi parapoqe 2 objektiva kryesore: fuqizimi i mekanizmave përgjigjes për përditësimin e web portalit me dokumentet e nevojshme. Ju e dini, sidomos organizatat që monitorojnë punën e Këshillit, e dini që kemi lancuar edhe web portalin e ri dhe çdo ditë po përditësohet ky portal me dhona të reja. Sigurisht që nuk jemi të kënaqur, por po punojmë shumë që të avancojmë këtë web portal. Ngritja një njësie të re ose përmirësimi i njësisë aktuale
të dedikuar për transparencë brenda sistemit prokurial, për të publikuar në kohë reale kërkesat, domethënë kërkesat për qasjen e dokumente publike që bëhen. Pra, me qëllim të transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli Gjyqësor mban takimet online përmes platformës zyrtare, ku të gjitha vendimet janë publike, përveç ato çështjet disiplinore. Në fillim të këtij viti, Këshilli ka miratuar udhëzimin administrativ për publikimin e vendimeve gjyqësore, përmes të cilit gjykatat publikojnë në kohë reale të gjitha vendimet gjyqësore me përjashtim të disa çështjeve. Ministria e Ekonomisë ka publikuar thirrjen për propozime për ankandin e parë për energji me erë deri në 100 MW. Në lancimin e kësaj thirrje u tha se Kosova ka potencial në këtë fushë, me që rreth 17% e territorit të vendit ka era të qëndrueshme. Po ashtu potencua se energjia e ripërtërshme është zgjedhja më e mençur ekonomike. Sot me publikimin e kërkesës për propozime çojmë përpara edhe ankandin e parë të erës, një proces konkurrues për kapacitet të synuar deri në 100 MW me skemë mbështetëse 15 vjeçare. Çfarë bën këtë projekt të rëndësishëm për Kosovën, ose më mirë të them veçanërisht të rëndësishëm? E para është se burimet e erës na ndihmojnë pikërisht aty ku kemi nevojë më shumë, në orët e mbrëmjes dhe në muajt e ftohtë, veçanërisht kur kërkesa për energji rritet. Pra profili i prodhimit nga era përputhet mirë me profilin ton të konsumit si vend. Prandaj kjo nuk është vetëm energji e pastër, por dhe energji shumë e dobishme për sigurinë tonë energjetike dhe pavarësinë tonë energjetike. Gjermania pret që përkushtimi i Kosovës ndaj tranzicionit të gjelbër energjetik të mbetet i fortë dhe i qëndrueshëm pavarësisht cikleve politike dhe se cila parti do të formojë koalicione dhe do të udhëheqë qeverinë. Gjermania është krenare që e mbështet Kosovën në këtë rrugë përmes partneritetit tonë rajonal për klimën me Ballkanin Perëndimor dhe bashkëpunimit tonë bilateral për zhvillim. Ne po mbështesim energjinë e ripërtërshme, modernizimin e rrjetit, eficiencën energjetike dhe reformat e politikave. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka theksuar rëndësinë monumentale të organizimit të lojrave mesdhetare në vitin 2030, duke detajuar punën e vazhdueshme, projektet infrastrukturore dhe sfidat e përgatitjeve. Rama ka folur edhe për planet infrastrukturore, veçanërisht për stadiumin e ri që do të ndërtohet në kuadër të fshatit olimpik, e që pritet të jetë me kapacitet prej 25.000 ulëseve. Unë mundem me folë për stadiumin e ri të Prishtinës, të cilin e kemi pjesë të masterplanit në fshatin olimpik, edhe këtë jemi duke e shtyr përpara. Ky normal që mund të jetë edhe stadiumin kombëtar i vendit, sepse po e kemi planifikuar me një kapacitet për 25.000 ulëseve, edhe këtë po e shtyjmë përpara. Ky vyn kryeqytetit, e normal që mundet me u përdorë edhe për si stadium kombëtar, nëse po them qeveria dhe pajtohet edhe vendos që të bashkëpunojmë me ne dhe të shtyjmë këtë proces përpara. Nëse vendosë që stadiumi kombëtar të jetë dikun tjetër, normal edhe ajo është e mirë se ardhur, sepse sado më shumë që të zhvillojmë kapacitet infrastrukturë për gjithë Kosovën, aq më mirë për secilin qytetar, për secilin qytet edhe për vendin tonë. Samiti rajonal kundër diskriminimit racor në Prishtinë, i mbajtur për të 6ën herë, solli në fokus bashkëpunimin institucional me shoqërinë civile për të avancuar politika gjithëpërfshirëse dhe për të forcuar mekanizmat kundër diskriminimit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e rolit të OJQ-ve dhe mekanizmave të krijuar nga qeveria për të adresuar sfidat e përbashkëta dhe për të ndarë përvojat e suksesit drejt një shoqërie më të barabartë. Këtë radhë të bëjmë bashkë shoqërinë civile, institucionet, jo vetëm për të shkëmbyer përvoja, po edhe për të pa progresin, sfidat dhe hapat më të tjera që do të ndërmarrim. Tema që trajtojmë këto 2 ditë në summit dhe që ka fokus luftimin e diskriminimit, natyrisht është në interesin e vendit tonë, shoqërisë tonë, shtetit tonë, institucioneve tona në përgjithësi, po edhe vetë rajonit, sepse dhe rrjedha e procesit të marrjeve të veprimeve nga vendet e Ballkanit Perëndimor ka rrjedhë nga procesi Berlinit, nga deklarata e nënshkruar në Bosnan të Polonisë, nga kryeministrat e vendet të Ballkanit Perëndimor, ku ne si shtete
të rajonit, të vendet e Ballkanit Perëndimor dhe si Kosovë, obligohemi që të marrim veprime konkrete në parandalim dhe luftim të diskriminimit. Pra shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Zoti Kasapolli, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Zoti Kasapolli, po e nisim me një si me thonë një rezume kështu, pse keni pas qeverisjen e Kurtit në këto 4-5 vitet e fundit, duke llogaritur edhe këtë vit në detyrë, sepse u bën gati një vit në detyrë që është në aspektin e diplomacisë, udhëheqjes politikës të jashtme dhe qasjes në integrimet evropiane ku edhe ju jeni profilizuar dhe keni shërby gjatë në këtë resor. Me ju thonë të drejtën, ndoshta është koha e shkurtër dhe do duhet ditë tëra që të përshkruajmë atë se çka ka ndodhur brenda politikës së jashtme dhe në veçantë me çështjen e integrimit evropian, po edhe me çështjen e politikës së jashtme në përgjithësi. Por gjithsesi unë do të përpiqem ta jap një rezume të shkurtër të asaj se çka ka ndodhur brenda këtyre 5 viteve, që fatkeqësisht ka rezultuar vetëm me gafa të njëpasnjëshme, mos kuptim të qartë të politikës së jashtme nga ana e kësaj qeverie, mos kuptim të proceseve të rëndësishme integruese, eurointegruese dhe atyre proceseve që kanë të bëjnë me NATO dhe organizata tjera ndërkombëtare. Dhe është një dëshmi e qartë e asaj se kur gjenden personat e gabuar në vend të gabuar. Domethënë, politika jashtme është shndruar në një mekanizëm i cili është tentuar që t'i shërbejë interesave partijake më shumë se sa interesave shtetërore. Problemet me të cilat është marrë Ministria e Punëve të Jashtme kanë qenë kryesisht çështje për të pozicionuar sa më mirë agjendat e veta politike brenda këtij institucioni shtetëror, duke e shkelur ligjshmërinë brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe duke vazhduar me gabimet të cilat janë bërë në raport me partnerët tonë ndërkombëtar dhe në anën tjetër në raport me politikat dhe geopolitikën e cila aktualisht është në botë. Ajo që do doja ta shpjegoja është që politika jashtme është konsideruar si politik e një subjekti politik gjatë këtij 5 vjeçari. Dhe nëse shohim Ministrinë e Punëve të Jashtme, ajo që nga fillimi i saj, që nga fillimi i mandatit të zonjës Donika Gërvalla, e cila pa dyshim është një mishërim i gabimeve fatale të cilat janë bërë në qeveritë e kaluara, vetë pozicionimi i saj në këtë detyrë, për shkak që me momentin kur e ka marrë ajo detyrën, ka hyrë një proces të spastrimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Imagjinojeni, kemi diku 23 diplomatë të cilët janë larguar nga shërbimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me të cilët sot Ministria e Punëve të Jashtme është në gjykatë, ku të gjithë kanë ngrehur padi dhe kanë kaluar deri në shkallën e 2 dhe një rast është fituar. Dhe për këtë arsye dua t'ja u potencoj edhe atyre të cilët do ta marrin këtë ministri pas këtij mandati. Pra, thënë se Donika Gërvalla ishte gabimi më i madh i kësaj qeverie e vendosur aty, duke qenë se këtë po flasim për politikën e jashtme. Ajo çka kam thënë unë, domethënë Donika është mishërim i gabimeve. Do thotë në shumicën e resoreve, domethënë kanë qenë njerëz jo adekuat, njerëz të cilët nuk kanë pasur asnjë përvojë në resoret të cilat i kanë përfaqësuar. Por aty mund duket se është përfaqësim ndërkombëtar Ministria e Punëve të Jashtme, zoti Kasapolli. Pikërisht kjo është, domethënë, pasqyra jonë në raport me bashkinë ndërkombëtare, me vendet tona aleate ka qenë Donika Gërvalla. Dhe u përmenda vetëm një shembull të shkeljeve të brendshme të cilat kanë ndodhur në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Mos flas për faktin domethënë që edhe sot Ministria e Punëve të Jashtme funksionon me një rregullore të cilën gjykata themelore dhe gjykata e apelit e ka konsideruar si të jashtëligjshme. Do të thotë që vetë struktura e Ministrisë së Punëve të Jashtme funksionon në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe këto janë gjitha problemet të cilat janë krijuar me qëllim që zonja Gërvalla dhe në këtë aspekt duke ja bërë që themi ne argatin zotit Kurti, që të bëj pastrimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme në mënyrë të paligjshme, duke tentuar që këtë ministri ta shndrojë një shtab të lëvizjes dhe vendosje. Dhe kjo normalisht që ka reflektuar edhe në politikën e jashtme në përgjithësi. Për shkak që sot ju e dini domethënë, ne nuk kemi ambasada më. Ne kemi shtabe të lëvizjes dhe vendosje. Domethënë ambasadat tona bëhet fushat
për lëvizjen vetëvendosje dhe për Por arbikurën. ambasador pak javë më parë. Absolutisht. Në takime. Ku ambasador ton apo ambasadorët e vetëvendosjes, domethënë, janë thjesht kukullat të cilat e luajnë rolin e vet brenda kësaj shfaqjeje të quajtur vetëvendosje. Dhe Donika Gërvalla është pikërisht ajo zonjë e cila i ka pozicionuar këta njerëz në këto vende me qëllim jo të ushtrojnë detyrat e tyre në raport me politikën e jashtme, por të shndrohen në njerëz të cilët do të përçojnë mesazhin e Albin Kurtit tek diaspora. Ky ka qenë qëllimi fillestar. Mos harrojmë, ne kemi një ministri të punëve të jashtme, kemi pasur një ministri të punëve të jashtme, e cila shumë rrallë, po them tepër rrallë, është pritur në takime bilaterale. Do të thotë se njerëzit nganjëherë shohin zonjën Gërvalla në takime multilaterale, por ato janë obligative për ftuesit. Kurse në takime bilaterale e dim peshën e zonjës Gërvalla. Ajo konsiderohet si një person i padëshirueshëm në politikën e jashtme, pikërisht për shkak të paaftësisë së saj që të transmetojë drejt interesat e Kosovës, por që edhe sot i shfrytëzon momentet e takimeve me aleatët tonë dhe me bashkëbiseduesit për të kritikuar qeveritë e kaluara dhe për të justifikuar atë se çka ajo mendon të bëjë. Për këtë arsye unë besoj që ekziston një konfuzion i përgjithshëm në kuptim të politikës jashtme të Kosovës dhe ajo ka qenë në sirtaret e bashkisë ndërkombëtare, po aq sa edhe vetë aplikimi jon për antarësim në bashkimin evropian. Para se dalim te kjo, zoti Kasapolli, do të pyes, a ishte gabimi më i madh i radhës pastaj, jo i radhës, por që në fillim të qeverisë Kurti, kur Ministria e Integrimeve u shua apo të themi u fuzionua me Ministrinë e Punëve të Jashtme, aty ku u shndrua vetëm një dikaster brenda kësaj ministrie, kur dihet që ne jemi në fillim të si më thonë, rrugës për antarësim në gjithë mekanizmat evropian. Më thonë, si jemi askund, pse? Cili është domi më i madh që ka bo me themi shurin, po i them shurin sepse është shndruar në një dikaster, departament. Unë jo rastisht thash në fillim që i kemi pasur personat e gabuar në vendet e gabuar. Dhe krejt kjo që ka ndodhur është dëshmia e qartë e asaj se sa e kanë kuptuar këta, sa dinë dhe sa dojnë, të merren me çështje të cilat janë të rëndësisë jetike për Kosovën. Unë kam qenë zëvendës ministër një mandat dhe pastaj kam qenë edhe ushtrues detyrës si ministrit të integrimit evropiane, kam qenë negociator dhe pastaj krye negociator dhe unë kam përfunduar marrëveshjen e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian. Dhe atë e kemi inicializuar me datën 17 korrekt vitit 2014, ku e kemi përfunduar si kapitull i cili që ka qenë marrëveshja më e rëndësishme për Kosovën pas pavarësisë dhe ende mbetet sot marrëveshja më e rëndësishme. Unë kam pas një moto në vitin 2015 kur e kam dorëzuar mandatin, kam thënë unë kam dëshirë që këtë ministri ta mbyll. Po arsyeja jeme pse kam thënë këtë ministri ta mbyll, kam thënë që një të ardhmet kur Kosova të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë do të jetë momenti kur kjo ministri duhet të mbyllet si e tillë. Por vetëm në momenti kur arrin aty ku dëshirojmë të arrijmë. Fakti që Ministria e Integrimit Evropian është mbyllur si ministri dhe është shndruar në një dikaster komplet të parëndësishëm, tregon edhe një herë për mënyrën se si funksionojnë këta njerëz. Nga vitin 2011 deri në vitin 2014, ne kemi pasur një program i financuar nga Ministria e Integrimit Evropian së bashku me Bashkimin Evropian, i quajtur Young Cell. Young Cell ka qenë një program i cili ka dërguar 10 deri në 100 student kosovar që të arrijnë statusin e masterit në vendet e Bashkimit Evropian me kush që ata të kthehen dhe të kontribuojnë për një periudhë të caktuar në sistemin e Kosovës. Vetëm një gjë dua t'ju them. Unë kam pas në Ministrinë e Integrimit Evropian diku 81 persona staf. Për tyre 69 kanë qenë pjesë e këtij Young Cell. Djem dhe vajza, të cilët është mëkat që sot janë larguar nga institucionet e Kosovës. Ata e një produkt i cili, po jap një shembull. Çfarë arsye janë larguar nga qeveria apo nga disa për shkak që nuk e kanë gjetë vetëm brenda kësaj infrastrukture, disa janë larguar me qëllim vetëm nga ministria, domethënë si të padëshirueshëm, por kjo jap vetëm një shembull.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit ka nisur në fillim të vitit 2014 dhe ka përfunduar në mes të vitit 2014. Për një periudhë 6 mujore, pikërisht për shkak këtyre djemve dhe vajzave, unë kam qenë në gjendje që të negocioj marrëveshjen më të shpejtë të stabilizimit asociimit në Ballkan. Do të thotë, kemi pas një produkt i cili, po them prap, është mëkat që sot nuk është pjesë e institucioneve. Ajo që ka ndodhur me këtë qeveri dhe me këto institucione është që nuk e kam pa të arsyeshme apo nuk e kam pa me interes që rruga drejt Bashkimit Evropian të jetë një nga prioritetet të tyre. Dhe kjo është dëshmi e saj. A ishte edhe për populizëm, përdorja për populizmit ku ne do të reduktojmë numrin e ministrive dhe këtu psoj pikërisht aty ku s'duhet të pëson të domethënë integrimet. Gjithçka që ka ndodhur në këto 5 vite është populizëm i thjeshtë. Vetëm ata që nuk duan ta shohin. Dëgjoni, Ministria e Punëve të Jashtme nuk është më Ministri e Punëve të Jashtme. Për shkak që është bërë fuzioni i 3 ministrive. Sot kjo ministri Sot kjo ministri duhet të quhet Ministria e Diasporës dhe çka tepron e Ministri e Punëve të Jashtme. Për shkak që nuk është marrë me çështjet e punëve të jashtme, me ato çështje të cilat i takojnë. Është marrë kryesisht me çështje të, thashë edhe një herë, të promovimit të kauzave të veta në raport me diasporën, duke i mashtruar edhe diasporën tonë, kinse po bëhet diçka për interesin e tyre. Kjo ka pas ndikim tmerrsisht të madh në raportet tona me Bashkinë Ndërkombëtare. Ka pas, ju po e shihni se ku jemi sot. Jemi në saksionin nga Bashkimi Evropian, ne, Rusia dhe Bielorusia. Imagjinoj në çfarë klubi kemi arritur. Kemi dialogun e suspenduar, të pezulluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk jemi askund në procesin e integrimit evropian, kur parashihet që deri në vitin 2030 dy vendet fqinjet tona, Shqipëria dhe Mali i Zi, janë pjesë e Bashkimit Evropian. E ne ende statusin kandidat nuk e kemi. Kjo tregon që këto 5 vjet kanë qenë vitet të humbura për Kosovën, jo vetëm në raport me politikën e jashtme, por edhe me politikën e brendshme, ku po i shihni defektet, domethënë, të cilat i kemi aktualisht, dhe të cilat fatkeqësisht do të na duhet një periudhë relativisht të gjatë që të përmirësohen. Njerëzit po thonë, ky është vit i humbur për shkak të vitit zgjedhor. Unë po them kjo është dekadë e humbur, për shkak që ky 5 vjeçar na ka treguar që shteti nuk është test, shteti nuk provohet. Shteti nuk ndërtohet me praktikanta. Ne kemi pas raste brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme kur vinin këshilltare, shefa kabinetesh, fëmijë nga 22 vjet, pa asnjë ditë përvoje pune. Dhe donin që të shisnin mend deputetëve, këtyre farë diplomatëve, të cilët ishin me një karrierë dhe një background jo vetëm në rrafshin diplomatik, po edhe në rrafshin privat, rrafshin personal dhe në rrafshin e asaj e sukseseve të tyre që i kishin në jetën private. Kështu që i gjithë ky koncept i ndërtuar gjatë këtij 5 vjeçari është një gjë që nuk duhet lejohet më të përsëritet. Mos harroni, 28 dhjetori është një datë pa që rëndësishme sa 17 shkurti, unë besoj. Për shkak që aty do të trasohet rruga se nga do të shkojmë. Do të shkojmë andej ka i kemi aleat dhe miqton ku jemi më të fuqishëm, apo do të kthehemi në shekullin e kaluar dhe të jemi të vetkënaqur me atë se çka kemi ne. Po. Pikërisht e përmendët edhe ju që aplikimi i Kosovës tashmë është bërë 3 vjet deri nga 15 dhjetori 2022, kur ishte bërë ai nënshkrimi i me pompozitet dërgimi sa e kishte domethënë presidencën Çekia. Pse nuk u shqyrtu? Cilat janë hapat dhe pse ka mbetë në sirtar ky shqyrtim i këtij aplikimi Zoti Kasapolli? Cilat janë procedurat për shikuesit që të dinë pse nuk mund të shqyrtohet me një herë dhe pse duhet pritet kaq shumë, sepse jemi vetëm vend në këtë rajon do thotë që nuk kemi hapur, domethënë nuk kemi as vendin domethënë statusin kandidat, se lejmë ta kapituit hapur. Është degosh Shqipëria i hapi të gjithë. Në raport me Kosovën, kjo nuk është më çështje procedurale. Nuk ka të bëjë me procedura më. Këtu është thjesht qëndrim i Bashkimit Evropian në raport me qeverinë e Kosovës. Dëgjoni, ju nëse e vreni saktë domethënë në të gjitha raportet edhe të Bashkimit Evropian edhe të State Departamentit, nuk është më çështje e Kosovës. Është çështje e një personi dhe një subjekti politik. Kritikat vijnë direkt drejt Albin Kurtit dhe qeverisë aktuale.
dhe pushtetit e tij. Kështu që të presësh sot që Kosova të avancoj drejt procesit të integrimit evropian është një iluzion. Për shkak që personi apo personat të cilët duhet të jenë bartës së këtyre proceseve janë të padëshirueshëm. Do të thotë, e gjithë ajo çka është bërë për 12 vite pas pavarësisë Kosovës deri në vitin 2020 është shkatruar në themel për interesa puro partijake dhe puro politike apo puro individuale në këtë rast të Albin Kurtit. Ajo çka është më e rrezikshmja dhe më e keqja është që kemi pasur një presidente e cila në fakt është ajo autoriteti final në raport me politikën e jashtme. Edhe ajo ka qenë në mënyrë të drejtë për drejtë nënshtruar ndaj këtyre politikave dhe nuk ka gjetur asnjëherë arsye për të dalë përtej politikave partijake, por përkundrazi i ka mbështetur. Se ka luajtur rolin e vet. Absolutisht jo. Si kry, domethënë udhëheqëse diplomacisë Kosovës. Politika jashtme është art në vete. Dhe fatkeqësisht për ta luajtur këtë lojë duhet që të shkosh përtej interesit individual. Në rastin e zonjës Osmani, Donika Gërvallës dhe Albin Kurtit, interesat individuale kanë rënë ndesh me ato kolektive. Dhe për këtë kanë fituar ato individuale? Absolutisht, absolutisht. Për shkak që rezultati është i tillë. Kosova është në izolim, në sanksione, pa miq, pa aleat, dhe jemi të humbur në këtë garë, e cila është garë jetike për Kosovën. Ekzistojnë dy mënyra se si mund t'jesh në tavolinë të negocimit. Ose t'jesh ullur në tavolinë ta kesh një karik, ose t'jesh në meny. Ato që kanë bërë këta, ku është Kosova? Dëshirojnë ta fusin Kosovën në meny fatkeqësisht. Kosova për 12 vite ka arritur pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, për 12 vite deri në vitin 2020 ka arritur që të etabloj pozicionin e vet në raport me faktorin ndërkombëtar dhe në një farë mënyrë ta gjej gjuhën e përbashkët për te kalimin e problemeve me të cilat është ballafaqur Kosova. Në rastin e qeverisë e cila fatmirësisht domethënë është në ikje, këta e kanë pa fjalën bashkëpunim, kompromis, konsensus si fjalë të dyta. Por pikrisht konstelacioni geopolitik është ai i cili kërkon bashkëpunim, kompromis dhe konsensus në raport me sfidat me të cilat ballafaqohemi. Kosova është një vend shumë i vogël në një lojë shumë të madhe. Ju po e shihni zhvillimet gjeopolitike, ku një vend si Ukraina, një vend i etabluar, një vend me shumë popullat, me shumë pasuri, me shumë armatim, po detyrohet që të ulet në tavolinë të bisedimeve. Imagjinojeni pozicionin në cilin gjendet Kosova. Sigur na po mendojmë që jemi qendra e botës. Absolutisht. Krejt syt nga na. Dhe kjo logjika e të qenit sovran, sot nuk ka asnjë vend sovran në botë. Të gjitha janë të ndërlidhura. Në momentin kur të hyn në bashkëpunime me vende tjera, me vendet aleate, ti në një farë forme e dorëzon edhe një dosë sovranitetit në raport me ta, për shkak që hyn në bashkëpunim. E për këtë arsye Kosova ka qenë histori e suksesit deri në vitin 2020 pikërisht për shkak të kësaj. Pra thonë se tash jemi larg asaj atij cokut, domethënë që është Bashkimi Evropian dhe institucionet tjera euroatlantike? Ne duhet të punojmë vitet në vazhdim për të kthyer në pikën 0. Ne jemi në minus. Ne kemi duhet të riparojmë dëmet më së pari dhe pastaj të hyjmë në procese normale. Do të thotë ajo çka duhet ne është të kthejmë politikën e Kosovës në një normalitet. Jo vetëm në kuptim të asaj se çka marrim, por edhe të asaj se çka japim. Dhe kjo është tendenca sovraniste të cilin e ka imponuar zoti Kurti, që ne jemi të vetëmjaftueshëm. Ne kemi pa shekullin e kaluar çka do të thotë vetëmjaftueshmëria. Ne kemi shtetin ton am, Shqipërinë e cila ka qenë izoluar për 50 vjet. Pikërisht për shkak të tezave të tilla sovraniste. Pikërisht për shkak të vetkënaqësisë që e kanë krijuar më herët. Dhe kjo është pak a shumë logjika e cila po e përcjell zotin Kurti dhe lëvizjen vetvendosje, por që ju siguroj që kjo do të ndërpritet me 28 dhjetor. Për shkak që Kosova nuk ka më kohë të humbet. Imagjinojeni
qeveria ardhshme do të jetë deri në vitin 2030. Deri në vitin 2030 do të ketë lëvizje tektonike në politikë të jashtme. Ju po i shihni vende si Gjermania, Anglia, Franca, se si po mobilizohen që ti trajtojnë problemet me të cilat do të ballafaqohen, me parashikueshmërinë e asaj se çka po ndodh. Sidomos edhe në aspektin e sigurisë. Absolutisht. Ku janë të detyruar që të marrin veprime, domethënë të cilat në një farë forme japin një garanci që të mund të përballojnë këtë fazë, posaçërisht këtë fazën 4-5 vjeçare. Dhe neve si Kosovë nuk guxon të na gjejë pa përgatitur. Për këtë arsye, unë ju bëj thirrje edhe një herë të gjithëve që ky është momenti. Ky është momenti, ky është muaji, dhjetori është muaji kur kemi nevojë të kthehemi në trajektorin e duhur. Po, është dialogu kushti kryesor për marrjen e statusit kandidat apo çka kërkon Bashkimi Evropian? Edhe ndërlidhje me këtë pastaj a janë edhe masat tash zor të heqshme dhe ose të largohen në mënyrë që pastaj të fillojnë një rrugë tjetër, ajo e statusit kandidat edhe plotësimit të kushteve për antarësim? Padituria e këtyre njerëzve në raport me proceset në të cilat duhet të kalojë Kosova është pikërisht ajo barë të cilën ne do ta bartim në vitet në vazhdim. Lehtësia me të cilën merren masat nuk është e barabartë me lehtësinë me të cilën heqen masat. Pse? Për shkak që vetë Bashkimi Evropian është një konstelacion kompleks. Në momentin kur janë fut masat, unë jam i sigurt që ka pas shumë vende të cilat kanë qenë të kënaqura, të gëzuara, të lumtura me futjen e masave për Kosovën. Dhe në këtë rast, po flas edhe për 5 vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, po edhe vende të cilat kanë aleanca me Serbinë apo edhe me aleatë e Serbisë në këtë rast. Dhe është marrë me konsensus të plot për shkak që ka qenë e inicuar nga vendet tona amike. Dhe ky është problemi. Në momenti kur ato duhet hiqen, mos mendoni që Kosova thot, ok, e plotësova këtë kusht dhe tash tërë në mbledhin ju edhe hiqni masat. Ekzistojnë procedura të cilat ndiqen. Ekziston problemi i konsensusit për heqjen e masave. Ju po e shihni. Pra as me shumicë nuk mund të hiqen? Po flitet për heqje parciale të masave, heqje graduale të masave. Dhe tash kemi hyrë në obligime të cilat shkojnë përtej asaj çka e përmendet i çështja e dialogut me Serbinë. Dëgjoni, në vitin 2020 çështja e dialogut me Serbinë nuk ka qenë çështje për hapjen e negociatave. Ndoshta do të jetë çështje për mbylljen e negociatave, sikur në raport me Serbinë. Domethënë Serbia nuk mund t'i hap disa kapituj derisa nuk bën rregullime kushtetuese. Po ç'është sidomos kapitulli 35. Kapitulli 35. Dhe kjo është pikërisht do të jetë e rëndësishme edhe për Kosovën. Por hapja e dialogut me Bashkimin Evropian nuk është absolutisht kurrë problemi. Kështu që ne kemi hyrë në obligime shtesë, kjo qeveri na ka futur në obligime shtesë në raport me Bashkimin Evropian, për shkak që në fillim ne duhet të përpiqemi vitin e parë apo vitin e dytë që të hiqen komplet masat, të hyjmë në një proces normal, pastaj të marrim statusin kandidat dhe të hyjmë në proces normal të negocimit. Dhe kjo do të na merr neve një kohë dhe energji që thëmë në ka herë, vallaj s'ja kom pas me bërgjë. Domethënë definitivisht nuk ja kemi pas me bërgjë që të na fusin në këtë katrahur dhe pastaj të kërkojnë nga ne apo nga qeveritë e ardhshme që të gjejnë mënyra për t'i sanuar këto dëme. Dialogu me Serbinë është normalisht një parakusht, por është një kusht i cili është në proces. Dhe po them prap, nuk do të jetë kusht për hapjen e bisedimeve. Për shkak që ato negociatat janë ongoing, janë duke vazhduar si të tilla, domethënë. Por masa do të ketë kogja problem që të gjendet konsensusi dhe të binden vendet anëtare, domethënë që tash është koha që të hiqen masat për Kosovën. Pra, duke qenë se janë 5 vende që nuk na njohin, sot pikërisht edhe kryetari i LDK-s Zoti Abdigjiku i ka shkruar Ursula von der Leyen duke i theksuar që është pa logjikshme që të mbesin në fuqi ato mosas sepse është një kohë krejt tjetër tani prej asaj kur ato janë marrë. Është shumë e vërtetë. Ajo që kryetari Abdigjiku e ka potencuar është që mos e penalizoni Kosovën si tërësi për gabimet të cilat i ka bërë një individ apo një grupacion i caktuar. Dhe që në fakt
logjika e lëvizjes vetëvendosje në këtë rast dhe Albin Kurtit është varfrimi më të tjeshëm i kësaj popullate. Dhe pikërisht me këto masa ky popull po varfrohet. Dhe efektet, domethënë, janë të natyrës ekonomike, politike, sociale, të cilat në një farforme, domethënë, e sjellin edhe popullatën e Kosovës në buzë të greminës. Ju e dini sot, domethënë, që besoj edhe ju edhe unë, nuk ka shtëpi që si ka minimum 2-3 kredita për me pagu shpenzimet jetësore, për me jetu, për me mbijetu, nuk po flasim më për investime. Dhe na ka zyrtarët e kësaj partie në pushtet po thonë që kur më shumë s'kan pas parë Kosovë. A pajtoheni ju aju? Ja, kjo është, pra po them, në qoftë se padia kombinohet me qëllim të keq, atëherë është kombinim fatal. Dhe ajo që po përpiqem gjatë gjithë kohës me ju shpjegu njerëzve, është që këta po jetojnë një botë paralele, një botë të cilën e kanë krijuar vetë dhe brenda të cilës gravitojnë, por që realiteti është krejt ndryshe. Ne gjithë e dim, domethënë, se sa është vështirësuar jeta në Kosovë, sa është vështirësuar mbijetesa, dhe që rezultati kësaj janë brenda këtyre 5 viteve 210.000 të rinj që kanë ikë, e kanë lëshu Kosovën. Dhe ata e përbëjnë valën e tretë të egzodit të madh të Kosovës. Dhe pikërisht kjo është bërë për shkak të humbjes së shpresës së këtyre njerëzve. Dhe asaj që pritjet e mëdha nga ai ndryshimi i madh, i trumpetuar i Albin Kurtit për Zvicër në Kosovë, është shndruar nga një ëndër, është shndruar në një makth nga i cili shqiptarët nuk po mund zgjohen më. Besoni që kjo do të ndryshoj dhe është kuptuar në fakt kjo qasje që është po deri tani në diplomaci edhe në politikë të jashtme, që nuk do të vazhdoj, dhe mendoni që do të ketë reflektim të qytetarëve në këto zgjedhje? Unë besoj që qytetarët e kanë kuptuar më në fund këtë gënjeshtër të madhe. Dhe jam i vetëdijshëm që ndoshta koha është shumë e shkurtër. Për shkak që ne zakonisht, domethënë, edhe ne si qytetarë, si shqiptarë, domethënë, të Kosovës e kemi durimin shumë të madh. Dhe i japim shanse edhe asaj që ndoshta na duket e gabuar. Unë them nganjëherë, edhe Gandhi na e kish pas lakmi për durimin që e kena. Domethënë, aq sa jemi të durueshëm. Por është një shprehje në gjuhën angleze që thotë më mashtrove një herë, ja zëk të kof ty, që i thonë. Po më mashtrove 2 herë, ja zëk më qoftë mu, domethënë që se kam mësuar mësimin. Unë shpresoj që qytetarët e Kosovës e kanë mësuar mësimin. E kanë pa se çka mund të bëj një qeveri e cila ecë në rrugë të gabuar dhe e cila nuk ka miq, por ka tendenca gjithmonë me prodhuar miq. Po, megjithatë, sigurisht kur kritikohet një parti e cila ka qenë e pushtet për udhëheqjet e dobët, për siç thoni ju, dome që i kanë shkaktuar edhe vendit edhe politikës jashtme të Kosovës, cila është alternativa që ofrojnë partitë tjera në këtë rast, me që ju kam juve në studio, cila është alternativa juaj që ofroni sidomos për politikën e jashtme? Çka synoni ju të bëni që të riparoni këto dëme që thoni i kanë bën? Për mosat, për njohjet që nuk kemi njohje, kemi vetëm 3 njohje edhe ato erdhën në fund të mandatit kur u përfundoi kjo qeveri mandatin. Domethënë, madje u siguru nga krejt persona të tjerë. Përveç Zonës Osmanit që është edhe presidente. Çka synoni ju të bëni? Okej. Arsyeja pse jam pjesë edhe e kësaj liste dhe lidhjes demokratike e Kosovës është pikërisht një farë simbioze që është krijuar mes karrierës time politike dhe asaj se çka promovon Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kuptimi i saj politikës jashtme. Përveç procesit i cili që e përmendet, domethënë, i largimit të masave, i cili është një proces i gjatë që kërkon lobim tek vendet anëtare, domethënë, dhe rikthimi i miqve tonë që të lobojnë edhe ata për ne. Për shkak që ne kemi pas një periudhë gjatë viteve 2010-2020 ku secila ambasadë e vendeve tona amike dhe secila ministri e vendeve tona amike e ka pas njërin nga pikat e diskutimit me secilin vend e ka pas Kosovën, mbështetja e Kosovës. Domethënë kemi arritur deri aty
sa që mesazhi jonë nuk ka pas nevojë të përçohet nga ne, është përçuar nga aleatët tonë. Dhe sot ai nuk bëhet. Dhe për këtë arsye, unë besoj që investimi më i madh, posaçërisht vitin e parë, do të jetë kthimi i aleancave. Kthimi i besueshmërisë në raport me aleancat. Për shkak që në momentin kur e humb besimin te aleatët, procesi i rikthimit është shumë i vështirë. Por që ne duhet që bashkarisht, domethënë gjitha resorët, që të punojmë në rikthimin e këtyre aleancave. Koncepti diplomatik, i cili është promovuar gjatë viteve të kaluara, jo në këtë mandatin e kësaj qeverie në ikje, por në qeveritë e kaluara ka qenë çështja e promovimit të Kosovës si e tillë, për shkak që ka qenë një fazë shumë e shkurtër, domethënë ne s'kemi pas diplomaci kurrë. Domethënë dhe për 10 vjet domethënë është krijuar një korpus diplomatik i cili ka mund të bardh barrën e proceseve diplomatike. Ajo që ne si Lidhje Demokratike e Kosovës jemi të orientuar, e para, rikthimi i Ministrisë së Integrimit Evropian si strukturë. Por, rikthimi i Ministrisë së Integrimit Evropian dhe gjithashtu dhënia e pushtetit të Ministrit të Integrimit Evropian, për shkak që është ministri koordinuese ajo. Dhe ai duhet të ketë pushtet në raport me ministra tjerë, në kuptim të përmbushjes së detyrave. Në aspektin e integrimeve. Absolutisht. Dhe gjitha duhet të shkojnë në këtë rrugë. E dyta çka është, diplomacia ka ndryshuar formë. Dhe sot, së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne kemi trumpetuar kthimin e diplomacisë ekonomike dhe diplomacisë teknologjike. Çka do të thotë kjo? Diplomacia ekonomike, diplomacia klasike më nuk ka kuptim, për shkak që mesazhi qarkullon shumë shpejt. Ajo çka duhet bëjmë është, çka kanë bërë edhe vende tjera, është ta kthejmë në diplomaci ekonomike, e cila do të konvertohet në vlerë. Çka do të bëjmë ne? Do të krijojmë tregje të reja. Ne kemi në planin tonë që të bëjmë një bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës, që në secilën ambasadë të kemi një përfaqësues, një atashe për ekonomi. Obligimi dhe detyra e cili do të jetë që të kërkojë tregje të reja, biznese të reja, mundësi të reja për investime, bashkëpunime, dhe të cilat çdo vit do të bëhet një farë bilanci i suksesit. Do të ketë raportim për sukseset apo mos sukseset e tyre. Diplomacia teknologjike është normalisht, po e dini ku po jetojmë, domethënë, ndoshta ne i takojmë një gjenerate analoge në një botë digjitale, por gjithsesi digitalizimi është një nga fushat më të rëndësishme sot. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar edhe një strukturë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kemi njerëz të cilët mund ta bartin barrën edhe të këtij procesi. Kështu që e gjithë kjo infrastrukturë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe e ndar Ministria e Integrimit Evropian, ajo çka duhet bëhet së pari është kthimi i legjitimitetit dhe ligjshmërisë brenda institucionit. Kur e kthen ligjshmërinë brenda institucionit, atëherë nis me promovimin e ideve dhe praktikave të cilat nuk janë që ne e kemi zbuluar ujin e nxehtë, por janë praktikat të cilat i kanë bërë gjitha vendet. Mos të harrojmë, brenda 5 viteve ne nuk kemi pas asnjë investim të huaj, asnjë projekt kapital, dhe sot vetëm vitin 2015 jemi në humbje 600 milion investimi kapitale të planifikuara, 660 milion humbje nga Bashkimi Evropian, 250 milion humbje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Millennium Development Goals, 1.5 miliard që i bjen 15% e bruto produktit vendor apo 50% e buxhetit të Kosovës sot është minus. Pikërisht për shkak të këtyre politikave të mbrapshta të kësaj qeverie. Për shkak të kohës, zoti Kasapolli, kam një pyetje të fundit. A beson që mas 28 dhjetorit do të ketë qeveri Kurti 3 apo do të ketë qeveri të formuar nga ish partitë opozitare, nuk po them kush sepse nuk dihet rezultati, cili do të jetë, se kush do të del i pari, i dyti apo i treti, por si e shihni ju pas zgjedhjeve, pas 28 dhjetorit një qeveri të Kosovës? Jo vetëm në 29 dhjetor, po më në Kosovë nuk do të ketë Kurti 3. Këtë ju siguroj. Shkak që në qoftë se do të ketë Kurti 3, atëherë edhe unë do të jem një nga ata 210.000 qytetarë të Kosovës të cilën do ta lënë Kosovën, sepse më të ardhme nuk ka. E ardhmja jonë është e errët dhe për këtë arsye, unë më thash edhe më herët, ky 4 vjeçar i ardhshëm është krucial për vazhdimin e shtetit Kosovës, për vazhdimin e asaj se çka kanë ndërtuar të tjerë para nesh. Mos harroni, në vitet e 90-ta ne kemi qenë në gjendje të hapim dyert e diplomacisë botërore.
në vitin 2024 nuk na hap derën askush. Jemi Dhe mbyll. nuk dua që në vitin 2026 deri në vitin 2030 mos jemi në gjendje të hapim asnjë derë. Zoti Kosapolli, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në IPD. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte. Partitë politike nesër do ta hapin edhe zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjen 28 dhjetorit dhe do të shohim, do të trajtojmë sigurisht hapjen e fushatës dhe me programet me të cilat ato do të garojnë me 28 dhjetor. Deri nesër, bashkë miropafshim.